Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në qarkun e Gjirokastrës është konfirmuar rasti i parë i murtajës ruminantëve të vegjël, një sëmundje ngjitëse që prek kryesisht delet dhe vit. Vatra është evidentuar në një fermë në zonën e Libohovës, ndërkohë që sektori veterinar në këtë qark ka marrë masa të menjëhershme për izolimin e rastit dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes. Autoriteti rrugor në Gjirokastër në kuadër edhe të sezonit turistik veror, po i kushton gjithnjë më shumë projekte përmirësimit të sinjalistikës rrugore. Nga kjo strukturë ka përfunduar rifreskimi i tabelave orientuese dhe turistike, ndërsa brenda muajit pritet të nisë ndërhyrja për sinjalistikën paralajmëruese në Këlqyr. Në institucionet e arsimit parashkollor në Gjirokastër, deri në 30 qershor do të vijojë regjistrimi i vogëlushve për vitin mësimor 2025-2026 për të kryer regjistrimin e fëmijës. Prindi duhet të paraqitet me dokumentacionin e kërkuar. Gjatë këtij viti shkollor, kopshtet dhe shkollat në këtë bashki u frekuentuan nga 690 vogëlush. Mbi 1000 valltar përfaqësuan 42 grupe folklorike të ardhur nga 4 shtete në festivalin ndërkombëtar folklorik që u zhvillua në Livadhjat të Finiqit. Sipas organizatorëve, ky aktivitet përcolli mesazhin e bashkëpunimit dhe bashkëjetesës midis popujve. Ju njohim tani më gjerësisht në qarkun e Gjirokastrës është zbuluar rasti i parë i murtajës ruminantëve, një sëmundje ngjitëse që prek kryesisht delet dhe vit. Vatra është evidentuar në një fermë në zonën e Libohovës, ndërkohë që sektori veterinar në këtë qark ka marrë të gjitha masat e menjëhershme për izolimin e rastit dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes. Në qarkun e Gjirokastrës është evidentuar vatra e parë e murtajës së ruminantëve të vegjël, një sëmundje ngjitëse që prek kryesisht delet dhe dit. Sipas informacioneve nga shërbimi veterinar, vatra është identifikuar në një fermë në zonën e Libohovës. Flora Zharkalli, përgjegjëse e sektorit veterinar në këtë qark, konfirmon rastin dhe thekson se janë marrë masa përkatëse për izolimin dhe kontrollin e përhapjes së sëmundjes. Menjëherë pas marrjes së rezultatit, shkuam në fermë. Ishte e shtunë bazite. I komunikuam rezultatin e laboratorit dhe i komunikuam gjithashtu dhe riskun që ka kjo sëmundje. Ferma ndodhet në bashkinë Libohov, në qytet Libohov, në lagjen Marin. Ferma mbështeton 256 bagti të imta të llojit dhën dhe dhi, nga të cilat 230 janë dhen. Ditën e diel shkuam përsëri në fermë, grupi kontrollit dhe bën krye monitorimin e fermës në zbatim të planit të kontingjencës për sëmundjen e murtajës ruminantëve të vegjël. Aktualisht, ekipi veterinar po monitoron situatën nga afër, ndërsa po zbatohet protokolli plot i parashikuar në raste të tilla, shton mëtej Zharkalli. Kemi në dorë një përgjigje të laboratorit, e cila është e pakontestueshme dhe fermën e ka shpallur pozitive, që në këtë moment ne marrim të gjitha masa në zbatim të planit të kontingjencës për këtë sëmundje, e cila është caktojmë zonën 3 km, me rreze 3 km dhe zonën me rreze 10 km. Në zonën me rreze 10 km hyn qyteti Libohov dhe fshati në Pravisht. Në rrezen 10 km janë të gjitha që nga Pogoni, Bashkia Dropull, Bashkia Njësia Administrative Antigone, Njësia Administrative Lazarat, dhe grupet e punës janë në teren për të bërë identifikimin dhe inventarizimin e të gjitha tufave, duke filluar nga ato që ndodhen më afër vatrës. Murtaja e ruminantëve të vegjël është një sëmundje virale shumë prekëse që mund të shkaktojë humbje të konsiderueshme në bagëti. Kontrolli dhe menaxhimi i hershëm i rasteve është thelbësor për të parandaluar përhapjen. Autoriteti rrugor në Gjirokastër po i kushton gjithnjë e më shumë vëmendje përmirësimit të sinjalistikës rrugore. Nga kjo strukturë ka përfunduar rifreskimi i tabelave orientuese dhe turistike, ndërsa brenda muajit pritet të nisë edhe sinjalistika paralajmëruese në Këlqyr. Autoriteti rajonal rrugor në Gjirokastër ka përfunduar rifreskimin e sinjalistikës orientuese rrugore dhe turistike në disa prej akseve kryesore të qarkut. Kjo nismë synon të përmirësojë ndjeshëm orientimin e drejtuesve të mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke rritur sigurinë dhe lehtësuar lëvizjen.
detyra primare jonë është sinjalistika rrugore. Edhe tabelat informative që i përkasin orientimit të përdorusve të mjeteve. Ndërkohë kemi një bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, ku për disa destinacione turistike janë monumente të kulturës. Kemi vendosur edhe tabela orientuese për vizitorët për këto monumente kulture, që mund të përmendim shumë tabela orientuese kemi në aksin Gjirokastër Kakaviku, pothuajse janë përfshirë të gjitha monumentet e kulturës që ndodhen në afërsi të këtij aksi. Gjithashtu kemi vendosur edhe në aksin Valare e Rind, kemi vendosur 4 tabele orientuese për monumente kulture që ndodhen në atë zonë. Kemi vendosur tabela për manastirin e Cepos, për Kalan e Kardhikit, edhe kemi vendosur dhe disa tabela në rrethin e Sarandës, në aksin Sarandë-Butrind. Ndërkohë vëmendje të veçantë po i kushtohet edhe qytetit të Këlcyrës, ku brenda këtij muaji pritet të nisë puna për përmirësimin e sinjalistikës rrugore paralajmëruese. Pritet të bëhet përmirësimi dhe shtimi sinjalistikës rrugore paralajmëruese brenda qytetit të Këlcyrës, meqense kemi patur edhe takime me drejtuesit e Policisë Vendore Gjirokastër të sektorit inspektoriatit rrugor, ku është kërkuar pasi në atë pikë kohët e fundit ka ndodhur edhe disa raste aksidentesh, kryesisht me këmbësor. Edhe është kërkuar nga ana e policisë vendosja e sistemeve të ngadalësimit të shpejtësisë, të sistemeve me vibruese akustike dhe pamore, si dhe vendosja e kurrizeve artificiale në disa pika të qytetit të Këlcyrës. Punimet për sinjalistikën rrugore pritet të vijojnë në faza edhe në qytete të tjera të qarkut, me synim për të pasur më shumë siguri në rrugë, si për vendasit, ashtu edhe për vizitorët e shumt që frekuentojnë jugun gjatë muajve të verës. Kështjella e Argjiros është kthyer tashmë në një prej aseteve më të frekuentuara nga turistët e huaj, ku edhe gjatë muajit qershor, ky monument ka mirëpritur një fluks të lartë turistësh, të cilët kishin ardhur për herë të parë në Gjirokastër. Edhe gjatë muajit qershor, kalaja e Argjiros është duke u vizituar jo vetëm nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj, të cilët mirëpriten çdo ditë për të parë bukuritë e mrekullueshme që mbart kjo kështjellë. Vizitorë nga gjithë bota po e vizitojnë kështjellën çdo ditë, ku njihen me historinë dhe prekin nga afër gjithë bukuritë natyrore që ajo mbart. Ata shprehen të mrekulluar dhe shfaqin një interes të lartë për këtë trashëgimi unike, kulturore dhe historike. Jam nga Gjermania, më pëlqen ky vend, ka një arkitektur shumë të bukur, më pëlqen çdo gjë këtu. Bello, vediamo. Vi nga Italia, sa po erdha, po vizitojmë Kalan që është shumë e njohur në Itali. Erdhëm nga Saranda për të parë këtë kështjellë kaq të bukur. Vi nga Bielorusia, Kalaja është shumë e mrekullueshme dhe ka një arkitekturë fantastike. Është shumë e bukur dhe speciale. Do të qëndrojmë 7 ditë. Është hera e parë që vim këtu dhe Shqipërinë e kemi në zemër. Ky monument i veçantë vazhdon të jetë një nga destinacionet më të rrejse, ku gjatë 5 muajve të parë të vitit ka pritur rreth 64.000 turistë, vendas dhe të huaj. Në institucionet arsimit parashkollor në Gjirokastër, deri në 30 qershor do të vijojë regjistrimi i vogëlushve për vitin mësimor 2025-2026. Për të kryer regjistrimin e fëmijës, prindi duhet të paraqitet me dokumentacionin përkatës gjatë këtij viti shkollor. Kopshtet dhe shkollat në këtë bashki u frekuentuan nga 690 vogëlush. Në kopshtet e çerdhet që janë në jurisdiksionin e Bashkisë Gjirokastër vijon procesi i regjistrimit për vogëlushët që do t'i frekuentojnë për herë të parato në vitin e ri mësimor 2025-2026. Si kriter kryesor ku do të fokusohet ky proces, drejtori i Drejtorisë së Arsimit në këtë bashki Ylli Muho nënvizon respektimin e gjeografisë nga vijnë fëmijët.
Dashur pa dashur, ne vetë jemi bërë pjesë e kësaj shpërbërje dhe njësitë administrative apo kopshtet periferike në qytetin e Gjirokastës janë varfëruar nga numri i nxënësve, pasi tendenca prindërore por e të gjithëve është që të fokusohen tek 2-3 kopshtet që po ta them po i quajnë me emër në qytetin e Gjirokastës. Të gjitha kopshtet ne jemi përpjekur me infrastrukturën që po ndërhyjmë, me cilësinë e edukatorëve, me cilësinë e drejtueseve, të gjitha kopshtet janë njësoj. Si në Manalat, si në Dunavat, si në 18 Shtatori, si në Lazarat, si në Cepo, si në Lunxhëri, për të mos përmendur pastaj edhe çerdhet që i kemi të brenda standardeve, qoftë të Manalatit, por edhe çerdhen Cicerima në 18 Shtatori. Pra, respektimi i gjeografisë nga vinë fëmijët. Nuk ka të drejtë një nxënës, një fëmijë nga Cepo, po them, të regjistrohet në lagjen 18 Shtatori. Gjithçka është e siguruar në kopshtet e kësaj njësie administrative, siç janë siguruar edhe në njësinë administrative Lazarat, apo në njësinë administrative Lunxhëri, apo në njësinë administrative Antigone. Për të kryer regjistrimin e fëmijës, prindi duhet të paraqitet në zyrat e drejtorisë së arsimit edhe me dokumentacionin e kërkuar. Ky proces përfundon në 30 qershor. Zyra pranë drejtorisë së arsimit Bashkisë Gjirokastër qëndron e hapur në gjithë limitet e kohës. Aty do të bëhet dhe pagesa fillestare që bën për çdo regjistrim prindi. Kriteret e tjera pasaj janë lehtësisht të bëshme dhe brenda në harkun e 2-3 orëve prindi mund të përfundoj punë me regjistrimin e fëmijës së vet. Kur flasim për kritere, kam parasysh këtu certifikatën shëndetësore, vaksinat e fëmijëve, analizën e feqes nëse është për në çerdhe, adresën prej nga vjen që është kriter shumë i rëndësishëm, pastaj shmangen nga pagesat, ka një paketë të gjerë personat që shmangen nga pagesat, siç janë punonjësit të rënë në krye të detyrës, punonjësit me ndihmë ekonomike, punonjës me prindër të sëmurë, punonjës të cilët kanë probleme theksuare ekonomike e përmendura, pra ka një sër kriteresh që përjashtohen nga pagesa për fëmijën e tyre. Gjatë këtij viti mësimor, kopshtet në Bashkinë Gjirokastër u frekuentuan nga 690 fëmijë, 130 prej të cilëve i dhanë lam të mirën për t'ju drejtuar bankave të shkollës. Në fshatin Karjan të njësisë administrative Lunxhëri, fermeri Qiriako Krisafi prej vitesh kultivon pjepër dhe shalqi në një sipërfaqe prej rreth 3 dynim. Ai thekson se këto kultura kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm dhe punë të përditshme për të siguruar një prodhim cilësor. Procesi përfshin përgatitjen e tokës, mbjelljen, ujitjen dhe mbrojtjen ndaj dëmtuesve, sidomos gjatë muajve të verës. Në fshatin Karjan të njësisë administrative Lunxhëri, bujqësia mbetet një nga burimet kryesore të ardhurave për banorët. Qiriako Krisafi është një prej fermerëve që prej vitesh merret me kultivimin e pjeprit dhe karpuzit, kultura që kërkojnë përkushtim, por edhe njohuri të mira për të pasur prodhim cilësor. Ai ka vënë në dispozicion të këtyre kulturave rreth 3 dynim tokë bujqësore dhe thotë se çdo vit përpiqet të përmirësojë metodat e punës. Vam nga 3-4 vjet që mirem me pjeprin dhe me karpuzin. Do të thënë puna që bëjmë jo shumë sipërfaqe, pra arsye 3 dylim është mbjell këtu. Do të thënë rreth 1000 gropa karpuz me gjithë pjepër. Ka shumë punë. Do punë shumë të madhe. E rritësia e fëmija, do të pjeprin, që në mbjellje dhe mundohemi e shesim zakonisht në Gjirokastër kemi shtuar dhe pak në Sarandë. Edhe me çmimin është pak i shtrenjtë. Realiteti se është bio, flasim për bio, është përgatitur me plë organik edhe me bajgën e lopës me salamur, që është shumë vështirë që të aplikojnë të tjerët. Fermeri tregon se puna fillon herët në pranverë, me përgatitjen e tokës, mbjelljen dhe kujdesin e vazhdueshëm ndaj bimëve. Në këtë periudhë të vitit kultura të tilla kërkojnë ujitje të rregullt, mbrojtje nga dëmtuesit dhe ekspozim të mirë ndaj diellit. Sipas tij nuk mjafton vetëm mbjellja, duhet përkujdesje e përditshme për të arritur rezultate të kënaqshme në prodhim. Përgatitëm plon rreth 3 metra kub plot, rreth 1500 lopata e citosu plot organik. Fillon të hodh plot organik, do të u disinfektuar plot. Për arsye se ka shumë problem toka me krima, me të gjitha sëmundjet. Siç u mboll,
u për trazimi hodhën farën, brënda 8 dite del farën si përfaqe. Është më mirë se kubiku. Realiteti kjo, edhe me kompetenca që të plasë. Pastaja fillojnë, i kemi dhënë 2 parashitje. Pastaja është spërkatje 3 që i bëj. Dhe ishtë bërë prerje majës në 8 gjethe, në 8 gjethe prerje i pritet majë dhe hapin anësoret, si që shapur tani ky. Tani këtu jemi akrivos 1 muajt me kismet, themi që brënda 20 korrikut do dali dore parë e pjeprit. Qiriako Krisafi thot se fshati Karjan ka një traditë të hershme në kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, përfshirë frutikulturën dhe pemtarin, të cilat kanë qenë historikisht pjesë e identitetit të zonës. Fredi Mones, një emigrant që pas shumë vitesh në Greqi vendosi të rikthehej në Adhe për t'ju përkushtuar bujqësisë në Dropull. Ai punon çdo ditë me zetor tokat e mbjella me misër, jonç dhe grur. Ndërkohë, Mone u drejton në apel të rinjve shqiptar të mos e shohin fshatin si rrugë pa të ardhme, por si një mundësi për të ndërtuar jetën në vendin e tyre. Prej 10 vitesh, Fredi Mone mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën. La pas shtetin Helen për t'u kthyer përfundimisht në Dropull, aty ku rënjët janë më të forta se çdo mundësi jashtë vendi. Sot ai merret me bujqësi dhe punon çdo ditë me zetor në tokat e mbjella, me misër, jonç dhe grur. Jam marrë me shumë punë, po jo me këtë punë tani e fillova këtu. Ktheva që të punoj për tokën tona, pse të punoj jashtë. Kur thua me shumë punë, specifikisht? Saldator, elektricist, me ndërtesa metalike, me gjëra metalike, po tani jam futur në bujqësi dhe përpiqem më të mirë. Puna në bujqësi nuk është as pak e thjeshtë, thot ai. Kërkon përkushtim, mund dhe mbi të gjitha dashuri për tokën. Më pëlqen kjo puna që bëj tani me bujqësinë, ka lek si punë, duhet të jesh këtu në çdo orë, se nuk del puna më ndrysh. Tani jemi në sezon që duhet të punojmë sa më shumë. Fredi u drejton një apel të rinjve shqiptar që të mos e shohin fshatin si një rrugë pa të ardhme, por si një mundësi për të ndërtuar jetën në vendin e tyre. Të kthehemi sa më shpejt në vendin se do njerëz, do të rinj, se këtu ka ngelur vetëm moshatar tani. Fredi Mone është shembulli i përkushtimit dhe dashurisë për punën dhe vendin. Historia e tij tregon se kthimi në Adhe mund të jetë jo vetëm një zgjidhje personale, por edhe një investim për të ardhmen. Mbi 1000 valltar përfaqësuan 42 grupe folklorike të ardhur nga 4 shtete në festivalin ndërkombëtar folklorik që u zhvillua në Livadhiat të Fineqit. Sipas organizatorëve, ky festival përcolli mesazhin e bashkëpunimit dhe bashkëjetesës midis popujve. Shesi olimpik para Pallatit të Kulturës Katina Papa në Livadhiat të Fineqit u mbush me kostume popullore shumë ngjyrëse dhe gomuzhinte nga tituj muzike që prekin shpirtin e të gjithëve. 1000 valltar nga 22 grupe folklorike do të marrin pjesë në këtë edicion të tretë të organizuar nga shoqata Shënkozmaj Livadhia. Është një edicion shumë i veçantë. Me punë këmbgulëse dhe shumë metodike, organizatorët e shoqatës kulturore Shënkozmaj Livadhia arritën të përcjellin mesazhin që të lë të kuptohet se është firmosur nga gjithë të pranishmit. Mesazhi që do të transmetojmë nëpërmjet takimit të tretë të grupeve folklorike është se kultura i bashkon popujt dhe nëpërmjet këtij eventi ne duam që të krijojmë uralitse, miqësi midis të gjitha popujve nga të gjitha zonat. Grupet nga Greqia, Shqipëria, Kipro dhe Armenia mbushën fillimisht sheshin e Parkut Olimpik, ndërsa aktiviteti u përshëndet nga kryetaria e shoqatës organizatore, zonja Aneta Gudi, si dhe nga kryetari i Bashkisë së Finikit, zoti Romeo Çakuli, ndërsa të pranishëm ishin deputet aktualë të zgjedhur të Parlamentit Shqiptar. Përfaqësuesi i trupit diplomatik i Greqisë në Gjirokastër, zoti Sokrati Survinos, gjatë përshëndetjes së tij përcolli mesazhe bashkëjetese. Së pari dua të nderoj me një duartërkitje klarinetistin e minjohur Petro Luka, të cilin e përcollën para pak ditësh për në banesën e fundit. Dua të përgëzoj organizatorët për këtë festival madhështor dhe t'ju kujtoj të gjithëve se kultura dhe folklori përcaktojnë identitetin ton. Nga ana tjetër të gjithë e dim se ato gjëra që na bashkojnë janë më të shumta nga ato që na ndajnë. Prandaj dhe aktivitetet të tilla i shërbejnë bashkëekzistencës midis popujve. Përveç 5 grupeve të minoritetit etnik grek, nga Shqipëria ishte e pranishme dhe shoqata kulturore e Devolli. Festa zgjati më shumë se 6 orë, deri në orët e para të mëngjesit së ditës tjetër.
Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.